E shef fatkeqësinë që Kosova është në tërë këtë debat që zoti Tahiri pas ka shumë koment, pas ka thonë Vjosa Osmani nuk bënd votuar për presidentin. Bënë qute ma bëja një se më folim krejt njëtën. Mos është edhe kjo dojë. Mos është edhe kjo dojë tjetër. I lutem, shiko, vetëm bak. Xhafer Tahiri pas ka thonë Vjosa Osmani. Urdhro, zonja Musliu, mikrofonat i ndalë, zonja Musliu, on, urdhro. Fatkeqësia e këtij vendi është pikërisht që për 2 orë debat, në mes të zyrtarëve të partive politike, e kandidatëve për deputet, edhe nga vetëvendosja, edhe nga LDK-ja, nuk ndëgjon plan konkret, nuk ndëgjon plan me cilin do të qeverisin, mirë po, ke akuza ndaj njëri tjetrit. Për shkak se numri në LDK-s, e numri në i lëvizjes vetëvendosje, janë ata cilë Kosovën e kam pru në këtë drejgje që sot është, në këtë krizë të brendshme e të jashtme, që shteti jonë sot po përballet. Zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë qenë për pushtet. Zgjedhjet e 7 qershorit janë për pushtet absolut. Arsyeja pse ne po shkojmë në zgjedhje, e pse sipas deklarimeve fatkeqësisht të kryeministrit aktual ka mundësi të shkojmë në zgjedhje prap, është pushteti absolut sepse don që të ketë edhe presidentën. Arsyeja pse ne shkojmë në zgjedhje është se Albinin nuk ka dashur që këtij vendi të jep president. Është hera e parë që vendi jonë shkon në zgjedhje për shkak të zgjidhjes së presidentit. A keni ju opsion për presidentin, zona Musliu? A keni ju opsion për presidentin? A keni ndonjë figurë apo ndonjë koncept? E ka dëshmuar gjatë historisë së shtetëndërtimit që gjithmonë ka gjetë zgjidhje kur ka ardhur puna tek presidenti. Asnjëherë ne nuk e kemi dërguar vendin në zgjedhje për shkak të presidentit. Sepse ne ju lutem se ka tema tjera. Ne si Parti Demokratike nuk kërkojmë asnjëherë pushtet absolut, sepse për ne prioritet është jeta